Guys, jam me Alexia. Alexia që do vitem në mbrëmje yje, kur Alexia? Kismet. Por që do vi? Inshallah. Inshallah. Dhe do na tregoj gjithë rrugtimin e saj dhe pse vendosi që të jetë besimtare, muslimane 100%? Normalisht 100%. Vetëm 100%. Ka përgjysëm, besimi nuk ka përgjysëm. Jo. Perfekt nuk jemi, po përpiqemi. Okej. Presim Alexia. Sot modele e janë një pak, shumë pak si është bëshur sot modelja, apo pak të që të tregojmë komplet detajet. Pra, edhe ndërkohë, ma shpjego pak fundin si e ke veshur? Ka veshur një fund edhe ka fustanin poshtë. Kështu sot ka preferuar që të stilohet për kopësht. Ndërkohë kur të ketë ballo nuk e dim se çfarë do të vesh. Po kur të kesh ditëlindje mama që do veshësh? Ha? Kështu e mirë. Ndërkohë mama shqipe pak ka dalë në pijama. Kështu që ne jemi njëra më e çuditshme se tjetra. Hajde Madora. Çfarë bukur je mami, bëj një zemër? O, kush ka thënë se është kollajt? Me i vu tavolinat bashk. S'fani, Deka. Djesë jam të më shku aty me i organizua këto tavolina. O njerës, edhe ju që po i bleni biletat minutin e funit, çka keni prit deri sot? Hajtë se ka me kalua. Ka me kalua, kena me festua. Shu e kam këto të futbollit. Tani, Oti, i preferuar, shtypet kjo. Dhe, këtu ka ca mini rollsa të vegjël, që të aplikohet serumi syve. Oti vazhdon të jetë një supermark, është do koreano japoneze, po ke parasysh këtu mrapa, së dalloj dot. Shifini këto, janë 3 rollsa të vegjël që aplikohet serumi syve dhe nuk kam pa masazh më të mirë për të përcis gjithë produkti. Ja. Me që ishim tek e djela që është dita e maskave, unë vdes për të djelen, do bëj gjithë të trajtimin tani, më pas do bëj një... Pastaj, do i tregoj më pastaj, do me thënë, tani sa të mbaroj me rutinën e fytyrës. Ky është një serum nga Oti që ka një aromë të mrekullueshme dhe efekt të jashtëzakonshëm. Do i tregoj pastaj një kek që e bëra pak më përpara. Ta sistemoj çikat videon edhe do ta postoj. Që ke Vikula? Kjo është Viki, e bëri dush miq. Faleminderit. Ditë dje lahen a ne. A Vik? Dita dushit sot. O, lumë vetë me punata që kam, këshyrë ma tjetërën. Hajde! Monda, mos të vinë hatrica me vetë ty të dua se të dua barabar. Por më ka prit me pite, kunata e re. Edhe ty po të presim, hajde! Hajde! Ti nona e bën një film më të mirë në botë. Po, bre, që shja, se do këtë ty e po. Po dhe byreko. Jo, ai qanë. Ai më tha,
këtë gjë. Sa po takuam. Ua, nuk del dot në New York, se të del Ilnisa Golli. I ka dy Ilnisa, i ka ditë të cipi Ilnisa, dhe këmbanat vin Ilnisa. Ua, të mërshme. Ka vëtë një pjongo si Christmas. Po ju bashkova atmosferës. Bashkoju zemër, bashkoju. Je bërë shumë e bukur sot. E po se shpëtoj familja shqiptare. Të gjithë kemi një ëndër. Nëse një ditë do të realizohet e imja, është që të punoj këtu. Can you guys guess where I am? Disa produkte në top që të bëjnë një ritach të vogël. Këto janë dy shadet e Fentit që kam këtu dhe mendoj që do shkojnë me këtë riri. Do vendos këtë, sepse para shumë në këtë nuance kam edhe blushin që kam vendosur çfarë. Shikojeni vetë çfarë pigmenti ka. Gati. Që të nisim regjistrimin. Tash t'ishta vetëm mu kallëzua se me 20 nëntor, si që po ju postoj, ka me ken i fest fort e bukur, pikës parit kena mu knac, edhe diçka që shumë prej juve në fakt më ka 2 vjet, unë ka menujt se kam ba publike këtë punë, dana paret që bashkohen atë natë, prej biletave, dhe dana paret, dhe me thënë, asi cent nuk shkon të kurkushi, vetëm të fondacioni Eminas Hand Foundation. Kështu që hajdeni, bëjmë qef, e suportoni fondacionin, që atër unë mundi me shkua edhe kur kthehemi në Ballkan me bën gjana të mira, edhe na kënaqet shpirti e zemra se nuk është vetëm amerikan që po e suportojnë fondacionin, po atër janë shqiptarët. Kështu që shqipet për shqipet, shifena me 20 November. Nëntor! Dhe buzëqeshje. Buzëqeshje që pëlqesh. Kujt i pëlqen? Pa tjetër më undash. Pyta i shletur. I like the spider. Lëja motrës në mirë. Lëja motrës. Pse do kështu ti? Po ta ndajmë të përgjysëm pra.
Kur sheh raste të ndryshme në jetën e përditshme, po veçanërisht në për komentet në rrjetet sociale, ti kupton se ekziston një kategori njerëzish që nuk kanë asnjë gjë të shenjtë dhe kanë një djallëzi, një ndyrësi dhe një mizerabilitet të pamatë. Dhe këtu kuptoj unë pse Zoti e krijoi shpirtin dhe ekzistencën e vërtetë të njeriut, atë që është e përjetshme, të paprekshme dhe të padukshme. E krijoi fushë magnetike dhe jo diçka materiale, sepse njeriu po ta prekte dhe po ta shikonte dhe atë do ta përdhoste. Njësoj si dhe veten e tij, Zoti është i padukshëm, i paprekshëm, sepse njeriu dhe atë kishte për ta përdhosur, siç bën për çdo gjë, që nuk lë asnjë gjë të shenjtë. Sepse kjo qenie fockë njerëzore që nga kaq e prirur ndaj të ligës dhe kaq rezistente ndaj dashurisë. Thoni ju ç'a keni për drek sot? Urdhëra. Dita hanur. Dita zyrtare. Shiko sa të mirë e kemi, ja. Edhe specat. Ku i ke specat? Të skuqin, prit. Ja, këtu, ja. Kopshit, vazhdon kopshit. Marrë vesh e këti. Kymi. I ka bërë pra ja. Meri, të tajni. Kim të vizitojmë Petrën gjatë natës dhe mezi po pres të shoh sepse më kanë thënë që është thjesht magjike. Do të thënë, këtu nga telefoni nuk shihet dot asgjë, por qielli duket kaq bukur, është plot me yje, edhe të shohim se si do jetë sipër. Danci, me si po presim të pikën në shtip, lajmi, ta ham diçka të mirë dhe të lem gjumë. Se bën sikur si milar të ditë, do të njerëzit kanë bërë duke të po ju me bët një tranzit zhulli madh nëpër aeroport. Shumë një rëmuje të mërshme, por ne jemi shumë happy që kaluam një super eksperiencë. Edhe të mërzitëve që mbaroi kaq shpejt të dojmë të vazhdonte akoma, dhe na duket se një film tani, po shikojmë video që parë ishim po në të në restorant të Kuronisës, që ishim edhe Kuronisëm, e dita shanë që të duket sikur fare një tani. Por si të mbut një të më pjatë. Çoba, çoba. Diri nga kërë të vërgjeri. Qa po bën? Unë po bëj gati shegët të hani ju, se ju bëjnë shumë mirë, janë një gaci më i mirë, se çdo medikament tjetër. Që fjallet e ilaçet, pas ka ble ilaçe, Sonja. Bleva pra e bleva, se në 100 herë të thënë merë këtë, merë atë. Tani, ishte dhe me ofertë, nga 22.000 lekë, jo për këtë shumë, ishte 17.700 lekë, se se mora faturë. Edhe, faleminderit. Faleminderit, a ke bleve, që më thumë faleminderit? Faleminderit që më se ti shko ble pra. Qa të thëmë më dreqë? Njerëz, ka akoma njerëz që më bëjnë dhurata për ditë linje. Çfarë më the? Henry? Tash, late birthday gift, I love you. I love you too, honey. Çfarë më ka bërë? Më ka marrë dhe ushqim. Unë nuk ju ftesë për njerëz që kujdesin për mua. I love you. Oh, të dua shumë. Më vjen të qaj, se operacioni hundës ka një të mirë që okej, ti rregullon hundën tënde, dukesh bukur, por nga ana e frymarrjes nuk kam dëgjuar deri tani ndonjë njeri i cili ka bërë hundën operacion dhe merr frym normalisht. Gjithsesi, nëse keni ndonjë problem me mua, të paktën merrni frym kur jeni në shtëpi. Guys, Kena më folesën? me mbarum një regjistrim të kur, të më mbrëma yje, në besimin, që me zi erdim. Ja, me shef. Edhe unë jam në mesim. Jo, veç kjo. Marbona.
Hello! Dita sot më ka nisur herët në fakt, por nuk kam qenë fare aktive këtu tek Instagrami im, por tek Dore 903 po se po paketoja pakot e ditës edhe postova disa video aty. E po dhe këtu nuk kam qenë fare aktive, plus nuk e di kjo koha sot nuk e di, thjesht ndihem edhe si e këputur. Kam marrë 2 pulovra se na duhen tani për dimër, edhe duhet të tregoj pak më vonë sa po të shkoj në shtëpi. Edhe kështu. Taçi. Unë jam në gjysh jo se kam vjedhur apo kam bërë ndonjë krim, po sepse kam folur. Unë nuk kam shpifur, kam folur. Në vendin tonë, kur një grua flet për ngacmimet seksuale në vendin e punës, shpesh konsiderohet si e përdalë, imorale, shpifse, rrezikon vendin e punës, karrierën, dinjitetin, moralin, miqësitë. Prandaj, kur një grua flet në vendin tonë, është revolucion. Unë nuk kërkoj të më kuptojnë të gjithë. Kërkoj që drejtësia të bëj punën e saj pa censur, pa paragjykim, pa frikën e zhurmës mediatike, pa presionin e audiencës. Unë nuk kërkoj të akmerrem apo të turpëroj në do kënd. Kërkoj që fjala e një gruaje të mos jetë a priori e paragjykuar dhe pa besueshme. Që e vërteta edhe kur është e pakëndshme, të mos dënohet. Ky gjyq nuk është vetëm imi. I përket shumë grave që nuk guxojnë të flasin. Të flasësh për këtë plagë të madhe sociale edhe të dënohesh, do të thotë vetëm një gjë: mbyllë gojën. Më tha një polic rrugës kur po vija, më ndaloj. Nuk e pe tabelën, tha me 60? Thash e pash. Po pse tha se ule shpejtësin? Po se s'të pash ty. Duket shumë. Duket shumë bukur. Do të me të shpële? Unë është më Prit, një sekund. Prit, se u egzaltova. Marrë 2 syze të reja, 2 modele të reja, të cilat me zi po presja u tregoj. Kam zgjedhur 2 modele krejtësisht të ndryshme, njëra është Gucci, klasike, dhe siluet, një markë shumë minimaliste, shumë e lehtë, sidomos për përditshmëri. E vërteta është që nuk di se cili model më pëlqen më shumë, sepse të dy kanë stilin e tyre unik. Ja tek është modeli, se nuk e u tregova me detaj. Pëlqen shumë, sepse dhe pak nërkez duhet, sidomos tani në dimër që veshim peliçe, xhupa, ata persona që nuk i durojnë dot syzet, sepse i duken të rënda, sepse nuk mund t'i mbajnë gjatë, këto janë perfekte, se ndos duket sikur nuk e vën asgjë. Janë shumë të lehta dhe për më tepër i shkojnë çdo njeriu si model. Më ka marrë dorën tani, nuk ka nevojë të flas fare. Më qan vetë. Pëlqen shumë dhe gjë. Çfarë po bën? Duke marrë në objekte dhe stilin. 2 çakmak dhe përdora mendjen time genial. Ngjitsin e çakmakme dhe po funksionon. Do të thonë, do funksionon se s'bën. Mirë shifshi në shtash. Përshëndetje. Nuk i ndaj më linos. Çfarë është më ndryshe? Kjo ngjyra. Aty ku më çmendem shumë se i dua të gjitha ngjyrat, më ndiqni. Opa! Kush do ta provoj? So po erdha një Itali, Ben Trovati, pa më se zgjeta kërkan se ka qetësi, që kam gjojnë me videon, të u ba godi, konstante, kështu që mos mungoni, Reggio Emilia, festa shqiptare, kontaktoni me Mondin, nomi sante, nomi. Ja pra, se më keni thëmë ku e bëm këtë ngjyrë, shikojni sa e bukur. E ku tjetër, letër te Monika. Jo unë, jo. Unë jam bërë gati për të dalur, do bëj
bëj share me ju dy super produkte e Dio della Palma. Janë dy produkte që mua personalisht më pëlqejnë shumë. Unë e kam bërë pak bazën e make-upit, gjithmonë shumë naturale. Ju këshilloj edhe ju. Është lapsi për 12 për të bërë vetullat. Ndonjëherë ngatron se në pikët. Për këtë radhë nuk u ngatrova dhe ka një ngjyrë shumë bukur, perfekt për bjondet, ka shumë kështu soft. Një produkt tjetër që unë e marr gjithmonë me vete, që është super dhe si bën qërpikët ky maskara, nuk I bën asnjë maskara tjetër. Akte furçën nërkon, I bën qërpikët si një flutur e vërtet dhe boj këtë lëvizjen. Ky është rezultati, por nuk kemi mbaruar sepse është momenti I buzëve. Kam një laps Anais, një laps shumë I lirë, por shumë I mirë dhe I jap pak definicione. Dhe ky është rezultati, jo përfundimtar, por fundimitar. Ky është rezultati jo I përfundimtar, oh my god, së se diqë. Vabbè, e keni kuptuar. Po nga buskuqët, lip gloss, kemi 3 solucion, por me qenë që minë e kam provuar, më pëlqen shumë, e përdor shpesh, Diorin gjithashtu, do përdor këtë produktin ngjyrë roz, që ka pak cica. Aromë shumë të mirë, dhe jep pak shkëlqim. Unë jam gati, përdojmë që këbajt e flokët dhe do shkojmë për jashtë, për drek. Cila, 606. Që ka pëtësh? Pse zgjohesh në 6? Pse zgjohesh? Kush të tret në 6 që ti zgjohesh në mëngjes? A sherë? A u zbardhur akoma ti në këmbë? Glem që këmbët? Halo ta ishë? Kalosë bukër. Ja, edhe fit check. Isha duke menduar a të vëj takat e zeza, për më në fund I vura këto sepse ende nuk më shëruar krejt brini. Oh, wait. We need to talk about my beautiful pin. Thank you very much. Kemi takimet me konzulatat në Miami dhe ja, si po ju dukem? Pak taket bukur krejt. Very proud of this little guy right here. Thank you very much. Sonte po përgatitem për një event me një fustan që thjesht të lë pa fjalë. Ja tek është fustani, besoj e mbani mend nga story kaluar. Më pëlqen vërtet shumë si look. Jam I tort, e cila nuk më laq ta përfundoja videon. Faleminderit shumë për lulet. Ju dua të gjithëve që më ndiqni, nuk e prisja. Na keni zbukuruar mbrëmjen, uroj që sot të jetë gjithçka shkëlqyeshëm. Adela flasim edhe shqip, sepse anglisht. Tani këto dy produkte çfarë janë? Janë shumë, si ka mundësi që më erdhi një ngjyrë kaq e mirë. Dhe kjo nuk është për reklamë, unë nuk bëj reklama, thjesht doja ta ndaj me ju këtë. Beautiful Things është linja re që është për bjondet, për mbrojtjen e bjondeve, gjithashtu kemi dhe linjën e re dhe Present Time që është boja më naturale, demi permanente, që është me vajin e kokës dhe e lën kokën sa më natyral në më të ndryshme. Atë shikoni rezultatin, balun dhe një ngjyrë që se kam pasur njërë, as në Amerikë, çuditshme. Domethënë në Shqipëri është çudit. Jam habitur. Që jam gati për javën e modës në Taipei, se duhet jem edhe ftuarin derit atje, duhet të shkëlqeja. Që tek Adela Bjonde, vetëm tu, tek Adela, no? Po doni më pyesin mua ju bën kontakt. Kjo është gjendja në Cannes tani.
weatheri na gënjeu. Kuptova se do ishte shumë ftohtë, por jo. Njerëzit bëjnë akoma plazh. Ja dhe ju Likanës. Juhu! Shkoni sa vite, nuk kanë sjell. Jeni të mërë të lushme. Rosa nuk di si t'ju falenderoj për gjithave. Edhe fësojnë në një peqet. Loni falenderit shumë për të mrekulli. Baba dhe Bela Maqit. Keni parë Elonën kur bën ngrimin këtyre gocave, Jorit, ose dhe mua për shembull, e bën duke çdo gjë shumë kollaj, shumë e lehtë. Ja, 2 hapa, për një herë del ky smoki kështu. Të ditë janë nga të ditë që s'keni nevojë me pa motin, do me thonë ti dalin në balkon edhe e kuptoni vetë. Dhe me qenë se pjesa ma madhe janë nëpër shtëpia, thash po ja japun lajmin e shumë pritur. Familja edhe ashtu edhe me një antar tjetër, nuk është djalë, po prep vajzë. Dhe e ka emrin Elsa. Sa madhe është. Ky është momenti që unë jam të menduar sinqerisht se unë do flen balkon tërë s'kam vojve. Na më jetë. Natyrisht, me mira për me funit, në gjuhën Shqipe për tona nonat, modrat, tezet, hallat, malësoret. Nesër fillon muaji i tetorit, muaji i zarit për mbrojtjen ndaj kancerit të gjirit. Jamen tus, jamen malsi, nesër kom një lajmërim për tona ju, kështu që kyçnu në Instagram dhe ju përshëndes. Ciao! Sonte po përgatitem për një event me një fustan që thjesht të lë pa fjalë. Ja tek është fustani, besoj e mbani mend nga stori kaluar. Më pëlqen vërtet shumë si look. Hello, unë sapo jam nisur, do shkoj të bëj një skin test. Mund të kem pa frikë një 5 vite që nuk bëj një skin test dhe nuk e kam idenë se çfarë ka ndryshuar lëkurën time, edhe duke qenë që këtë periudhë në fundit daljet në ekran janë bërë të shpeshta, make-upi profesional është bërë i shpesh, dua që të filloj të kujdesem një çik për lëkurën, se nuk e kemi shumë të rrezi. Kështu po shkoj të marr një informacion të përgjithshëm se çfarë ka nevojë lëkura ime. Do vazhdojmë procesin bashk, do ta tregoj dhe juve, dhe kush ka nevojë mund të shkoni të bëni të njëjtën gjë, si më pas pak. Erdi dimri dhe bashkë me dimrin erdi koha të përdor tenxherën time të re të Gizës që peshon po kaq sa unë, po që do ma qaj me sigurt roston që do bëj sot mirë. Erdi dimri, kërcet mishi. Rosto me selino, me timo, karota, qep, hudra, të ga tregoj. Shikoni pak qa bukuria. Shikoni pak, në furë tash. Nga dalë, 2 orë, 3 orë. Ja. Tani e futa në furë. Do ta bëm, sa do ta bëm. Që me dhe vjetë. Jep. Dalim, marru një punë. Më keni shkruajtur shumë pse nuk jenë goca dhe gra. Nuk jam sepse ciklet fillojnë edhe mbarojnë. Nuk jam zënë me njeri, kam ikur, nuk më kanë hequr. Përkundërzi, uroj shumë sukses e panelit, gjysma më pëlqen, gjysma tjetër më pak. Kush janë tani që i vet. Unë ndërkohë jam këtu. Dhe në datën 9 kam premierën e shfaqjes Babaj.
Mirë se erdhe o ju. Kemi dalë në Borë, në Prishtinë, në rruga. Të lëshaj që më mati. Po bje shumë Borë, Margat, kujdes të mos të fahen duart ftotit, Margat. Wow, amazing. Mama, në qatë sa mama? Do të marrë një kështu edhe do të gjoj ti. Të pëlqen? Shumë. Më është plot me borë kjo. Plot. Fantastika, Të bashkë. po, komplet. Që më ka bën gjamin ma avullë? Hey guys, mirë mëngjes. Sa po dërgova fëmijët në shkollë dhe apa Instagramin e pash që keni shpërndar aq shumë trailerin e programit sonte dhe më bëhet aq shumë qefi që një program i thjesht do shërbej për sensibilizuar të gjitha gratë dhe vajzat që të bëjnë vazhdimisht kontrolle në lidhje me kancerin e gjirit në kuadrin e territorit të Ros. Jam shumë e gëzuar që Mira, Luna dhe Benjada kanë darë historitë e tyre me mua. Jam shumë e gëzuar. Kush është? Ko e di që më baba? Puqes, Ata hopi në baba? Ata hopi në baba? Ko e di që? Ata hopi baba ty. Alo, ata hopi baba ty një që? Po baba, pse se mbylli derën apo? Po të ka shoj në vishë sa banore e një si bashkake nëmër sa i dhe. Po në ako frama, po për zënje hapsire të publiku. Wow! Të 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 shkën 4 më dita më bërë me liru. Ja baba, dhe banoja e baba. Së të më bërë për shgur për këti zë. Wow, shoqja Lunes! Kush është me zemër? Frozen? A mori për dojët baba, hajde me e për dojët. Është Frozen? Me e për dojët baba e fuzin të shia, hajde, ka për dojët baba, ka për dojët. Puqe, ka për dojët baba, ka për dojët shumë baba, ka për dojët shumë. Ika baba. Qyqa, se film horror dhe izë në atakse. Ika baba. Mua. Baba, e i gjeliozi ti baba me puqën në mua. Elsa do vlejmë balkon. Aha, sa e minë. Në vlejmë balkon, Luis, ta dish. Una Elsa. Una vëllojtë. Po përpishem të kryoj një outfit. Gjithçka ndodh për të kombinuar këtë çantë të cilën nuk e kam vendosur pothuajse asnjëherë. Tani doja të vija këtë shallën tonë të belin, që dhe moda, po kemi një probleme që ky shalli është tepër i vogël. Shkon, por është i vogël. Që t'i bëjmë? Në të lidha tani është kohë të merrem me flokët. E mos haro, çdo gjë në jetë ndodh për ty, nuk ndodh tek ty. Dhe gjërat që unë them, e të shmendura unë, nuk janë fragmente librash, janë përjetime të mia, edhe nëse ti do tani që unë të filloj të flas për hallet e mia, nuk më merr mendja se do të bëj mirë. Unë ndoshta do vi një moment që do i flasim edhe këto. Dhe të kuptoni që Instagrami, rrjetet sociale, më në fund të kuptoni që janë një mashtrim vizual. Jo se njerëzit duan të mashtrojnë, po njerëzit nuk më tregojnë problemet e tyre. Se nëse do ishte Instagrami një vend ku njerëzit do tregonin problemet e tyre, atëherë nuk do funksiononte, sepse keni boll hallet tuaja, edhe do futeshit të shihni dhe hallet e të tjerëve, dhe do mbusheshit akoma dhe më shumë me negativitet. Por të pak në kuptojni që pas gjithë kësaj, edhe unë, edhe ai, edhe ajo kanë një jetë.
Guys, ka ardhur momenti të ndrojmë extensions. Po gati 5 muaj që kam vendosur këtu fije, që në fakt është një kohë shumë e gjatë për extensions. Ja dhe flokët e mia mas heqës, mund ta shohësh që janë pa dëmtuar. Lajm flokët për të hequr keratinin e ngelur. Erta prapë të nesërmen për të rivën flokët. Extensions që kam marrë janë 100% flokë natyrale, që nuk është nevojë me blep flokë të reja. Gjatë darkës janë rivën prapë me keratin ato që hoqëm dhe sot do i rivendosim. Kjo është opsioni më i mirë se nuk është e nevojshme të blesh për herë flokë të reja. Por gjithashtu pa bë kompromis në kualitetin e flokut. Ja dhe rezultati final, mbasi janë prerë pak dhe janë stiluar. Flokët kanë marrë një rifreskim perfekte. Ky është në life që unë kam në shtëpi, jam shumë e kënaqur, por sot kam ardhur për t'i bërë teas një peshqish me që po rregullon shtëpinë e re. Dhe kam zgjedhur Nutellajtin, këtë Nutellajt, por ka dhe gotën. Me këtë gotën bëhet smoothie. Çfarë bëhet? Bëhen edhe supat me zerzavate. Të gjitha gjërat bëhen me këtë. Tani, mëngjesi. Shegat e mëngjesit. Për tonë mërgjimtar që e di se jeta është patën me dasht me ka këtu me mua. Të shkojmë edhe të tjetra. Në posë, jo, kjo së është gati. Nuk jo më ndirë një të aman se cilat janë pjek. Bela kjo. Të shofim. Tara! Hajtë si gjeta shega, për që kam gjetë. Rrush Ameriket. Prit tash më kalzon dhe diqka tjetër. Që i vetë deki pas këty, ne? Na u thomë molla japane. Zi si i thoni ju, por këto janë, wow. A di që kanë këto? Shifa. Tonë ka njësë zojt me i hangër. Ama baba e ko këto dyja full, edhe një tjetër atej. Këtë se pas ka prek zogu. Hajde. Shifre. Këto janë molla japanet për njerës, unë nuk di na u thojmë këtu një bobe. A dini ju çka janë këto? Je këto në përgjithësi janë gjelbërta, e latër në fazën e pjekjes bëhen, qapula. Çka gjet? Bëhen një kështu si të verdha, e edhe kur pjeken krejt, bëhen brown. Tash, e ka një thalbë mren, që është gati sallë kokra. Por janë diçka, matë amel, nuk mund e spjegoj. E që sa ndruja e male? është gjajnorme. E më interesën me ditë si thirrni ju këto. Këto janë bobet e na. Të ndryshe, jem të shko me vjellë kimqa. Të kushit. Në katën. Këtash, këto janë kimqat. E dini ju që kanë kimqat? Shef. Gjell, qa gjeli? Po mirë, ke pa njësët e natë e heret, unë zdi që ka dënë tash me të këtu e më prapë. Këta gjellat të në tonë ditën këtojnë, a u këtojnë juve gjellat të në ditën. Apo! Ju përshëndesim unë e ekipi. Artan Qërti, fotografi i famshëm. Në pa vriti, Hajdeni byrem, se ka herë se më keni pa. Këshyre. Në ti ka marrë ma. Hajde. Po ka po ik tash. Hajde. Pull. Qyre. Ekipa. Hajde. Breakfast for champions. Look at this.
hajdutja katunit, ka vjell i rrem me bobe, do kimqa, si kalzoni kuj. Pensime te Konadi, do të tregoj çfarë ka marrë me 27 euro. Cracker galbusera me riso, mozzarella senza lattosio, ne ho 2-3. 2 pacco pollo, affettato crudo e tacchino. 2 pacco minestrone, funghi col puva, piadina kamut pamaja, tonno e filetto sgombro. 2 shishe verë, disa prime tjera dhe 2 pastigjan. Ja çfarë bleva me 50 euro. Më dërguar me mira mesazhe për një askush që kishte broçkullitur gjërat nga më të neveritshmet për parashevisimakun. Të më thënë, ki je në punën tënde, je angazhuar, dhe shikon edhe dëgjon shmëndurira, shpifje, llafe, që nuk janë të vërteta, pa tjetër, sepse më kanë shkruar shumë njerëz, shumë djegës, edhe më vjen shumë keq që më duhet të flas për këtë gjë, ndërkohë që mund të flisnim për gjërat e tjera, për se si mund të rikthehet parashevia, të ketë një jetë më të mirë, si të rregullohet jeta e saj, etj, ndërkohë që duhet të merremi me këto llafazanët e Shqipërisë. Më vjen shumë keq që duhet të flas për këtë, po duhet të reagoj për arsyen e vetme sepse kam marrë shumë mesazhe me mira, të cilët janë të indinjuar. Tani për një person që do parashevisimakun si nënën e vet, është shumë e vështirë që ta përmbaj veten dhe të mos i rikthehet askushit në fjalë, ose askushve, apo personave që janë askushër dhe që përpiqen t'i veshin vetes një profesion. Më vjen shumë keq, por nuk do t'u jap të kënaqësinë, nuk do të reagoj duke i ofenduar dhe duke i përmendur me emra, dhe nuk dua t'u bëj as reklam. E kam menduar gjatë dhe kam vendosur që çështjen e rastit në fjalë të një shpifësie bisede, një marrëzie, një mashtrimi, një përbaltje kundër parashevisimakut, ikonës së muzikës shqiptare dhe legjendës së shqiptarëve, më vjen keq, por nuk do t'u jap të kënaqësi. Nuk do t'u jap të kënaqësi, po do t'ju tregoj më vonë se çfarë do bëj. Si e thash edhe më parë, nuk do të merrem publikisht me këta abuzues dhe me këta askushër, por do ta çoj çështjen në gjykatë. Më kanë informuar avokatët e mi që në Shqipëri rastet e shpifjeve dhe përbaltjeve ndiqen në gjykatë. Më duket se ka dhe një ligj të ri që është edhe më i rrept kundër përbaltjeve dhe shpifjeve. Dhe në rastin e parashevisimakut, kjo është edhe më e rëndë sepse ajo është edhe në një gjendje të caktuar emocionale, të cilat do t'i faktojnë në gjykatë në Shqipëri. Për fat të mirë të këtij rasti, unë do të jem në Tiranë pas javës së modës në Paris ku ndodhem, dhe besoj se do të ndjek këtë çështje deri në fund. Pra, të gjithë dashamirësit edhe fansat e parashevisimakut i siguroj që unë do ta çoj çështjen në gjykatë, aty ku e meriton të shkojë ky person. Por le të diskutojmë pak fenomenin e ri në botën e spektaklit edhe të artit shqiptar, ku njerëzit përpiqen të tërheqin vëmendje dhe për këtë vëmendje janë në gjendje të bëjnë çdo gjë, janë në gjendje të ecin mbi trupa të vdekur, janë në gjendje të mos respektojnë ceremonitë mortore, janë në gjendje të mos respektojnë asnjë standard njerëzor. Dhe këtë e bëjnë sepse janë askushër, janë njerëz pa talent, janë njerëz që nuk i japin një gjë karrierës së tyre, apo janë persona që mund të quhet produktiv. Dhe prandaj e bëjnë këtë gjë. Unë nuk dua t'i ofendoj sepse mund të jetë një profesion i ri. Pra, mund të jetë një profesion i ri i të qenurit askushi. E kuptoj, tani social media kanë nxjerrë në sipërfaqe çdo lloj karakteri dhe personazhi, por kjo nuk i bën ata profesionistë.
Por dua të jap një këshill edhe këtyre personazheve të rinj të askush llëkut, që të kenë pak kujdes sepse ka dhe ligje, ka ligje. Ka rregulla shoqëria, ti nuk mund të dalësh edhe të gënjesh publikisht dhe për klikime të shpifësh. Sepse në rastin e parashëvis Simakut i kërkoi këtij askushi, është që ne ti vërtetoj këto. Mund të dali ky askushi ose kjo askushja dhe të thot me rast konkret, kë familje ka prishur parashëvis Simaku, cilët burra ka marrë parashëvis Simaku dhe cilat gra ka lënë të vetmuar dhe familje të ndara, na i thot publikisht, meqense i pas ka dëgjuar këto në Amerikë, se unë nuk i kam dëgjuar. Pa të dalë ti thot publikisht pra, sepse nuk mund të dalësh dhe të gënjesh. Edhe si kur ti kanë thënë, ti duhet i vërtetosh para se ti thuash këto gjëra. Apo jo? Dhe nuk janë të vërteta, siç po thosha edhe më parë. Parashëvis Simaku ishte ndarë skenës për arsye të tjera më madhore. Për ato që unë nuk mund t'i flas, sepse nuk jam një askush që për klikime tani të shpërndaj lajme të cilat do të bënin sensacion. Ajo nuk është larguar nga skena sepse i pas ka marrë burrin dikujt në Amerikë që është askushi gjithashtu, pas ka marrë një askush të një askusheje. Më kuptoni shmenduri si mund një media të ftoj dikë të tillë në kohën e vet televizive dhe t'i jap zë. Këtë nuk kuptoj. Më bjen shumë keq. Këto janë mashtrime, janë gjëra që askush në botë nuk mund t'i vërtetoj dhe si rrjedhim as nuk duhet t'i thot. Sepse përballesh me ligjin. Është rënd, është çmenduri. Nuk di, nuk kam fjalë. Dhe po rritet një brez i ri, i çuditshëm. Ç'lidhje ka askushi me parashëvis Simakun njëherë? Se janë dy breza krejt të ndryshme, të larta, se për talent nuk po flasim se ka fare krahasim këtu, më thënë, dhe nuk dua të jem as cinik, se më vjen dhe keq, më vjen keq për këtë askush, më vjen vërtet shumë keq që se nuk e di, në Zot ka besim ky askush që është gjyna. Nuk e di, është mëkat. Të flasësh për dikë në gjendjen e parashëvis Simakut, me këtë i fjalor, më vjen shumë keq. Jam shumë i prekur. Sepse ka 1001 halle parashëvis Simaku. Të dëgjoj dhe këtë. Nuk e di domethënë. Nuk di. Për ndjekësit, është totalisht një mashtrim. Unë jam i bindur, i kam parë reagimet. Të lutem mos e shani këtë askushen. Lëreni në botën e saj, se gjyna, domethënë, unë mendoj që duhet kemi besim të Zotit dhe ti falim këta. Kur vjen puna tek ana. E di që jeni, nuk kam fjalë, e di që jeni shumë të mërzitur se inboxi po më qahet nga mesazhet. Mos e vrisni mendjen, ju premtoj që do ta ndjek unë në gjykat në mënyrën më civile, në mënyrën më njerëzore dhe të respektohet ligji shqiptar për shpifjet dhe për denigrimin e figurës së dikujt, aq më tepër në situatën në të cilën ndodhet parashëvis Simaku, e cila nuk mund të mbrojë veten. Pra, në këtë rast t'i japim një mësim kësaj vajze të re që të mësohet të flasë herë tjetër me kujdes. Se sa unë blodha në shtëpi se na erdhi një civilani kështu, prandaj po ju rikthehem përgjigjeve, sa të mund të kap se disa kohë ka ngel. Tashi, përderisa se fal dot, mos e fal. Okej? Mos u lodh kot. Po mund të me fale, po tisha unë se kisha fal. Hello. Zakonisht kur dala narkoza, ose në fakt ky është operimi 4 që unë bëj. Jam shumë në qevë dhe kam shumë gjëra për të thënë. Po, kësaj radhe që kam shumë e plogësht. Dje dala nga operimi mirë, kisha energji, jam çon këmbë, sot kam shumë dije. Nuk është ndërhyrje estetike. Është ndërhyrje shëndetësore, ja diçka për të shqetësuar. Thjesht ndonjëherë kur gjendesh në kështu situatë
dhe ke dhimbje, kupton se sa pa vlerë është çdo gjë tjetër përveç shëndetit tënd. Që kështu një reminder për ty, kujdesu për veten se shëndeti është gjë e rëndësishme. Me që po ju fshin lotët? Me qëfar tjetër? Se shna do sëra. Po ju fshin? Po me gjithë të rëndafili pra. Dhe me perla, po si kam e vetë. Sa monologje kësot? Kasni. Po mi hoqë jegla. Ka i dhe nga gjatë faqe, do të takin të nga figuranë. Sot do mundohem t'ju tregoj ditën time me që më keni kërkuar kaq shumë, edhe unë u emocionova që juve ju intereson kaq shumë çfarë budallaqesh bëj unë gjithë ditën, do mundohem t'ua tregoj sot. Tani jam balkon për shembull, ja balkoni, ja vetvekja, kafja, si qa kemi këtë. Moj shek lezhiane, moj si e detit. Shek, në vdes për shek është frutimi preferu. Tu kemi limona, që t'jetojnë sa më gjatë. Kokore, kok, jena të menshëm. Tani po i bëjmë gjesin djallit. I bëjmë gjesin djallit. Sepse Viki ishte pak si paqeve dhe pa më të arsyeshme mos të shkoj në shkollë sot. Edhe do haj quni, gushpome, në gjesin. Gjesin sot dhe mund të kisha fjetur sa i e bën dhe vetë në gjesin, po kur mësosh më një orar, mësosh më një orar. Jemi të kë momenti që duhet ta shtypër shumë fort pastën e dhëmbe që të nxjerrë në i pikë. Pse ta hedhin, ta fali një kaq, jo më të në fund. Në është të ja, tjere më dhe qik. Ja, dy kasra pikon. U vesha. Bëra rutinën askin akerin, tani me sepse më bëhen kështu veshët si në avion, se mërë vesh. Tani do bëj një makjazh të lehtë, majtë sa mundemi do me thënë, dhe bëj këtu në tualet, sepse në dhomë ka ardhur Viki dhe ja ka futur gjumit. Edhe mos sa bezdis, mos e ndes dritën. Bëj një makjazh të lehtë fytyrës. Ja ku jam, si sa e mire jam. Ka pres të shuni tani, që të qyte të shkolla. Dhe shumë. Më këtu që kur ka qenë djali vogël, i kanë pasën kur vëra unë ato syzët, që kanë syzët nga largë. I kanë pasur shokët e futbollit që njëra ka jodër si njëra ka lifa. Djali mërzit shumë, ndërsa mua më bë qefi. Aty e kuptova që jam shumë e re për të qenë një njerëk. Por flokët se qa ka me flokët e mija, më kanë shkujtje shumë e bukur, po flokët si ke mije. Po unë djehu krefa me, pastaj unë s'do kem çdo gjë perfekte, unë këtu e kam gjithë poezinë, që s'mi intereson si kam flokët. Jo që më pëlqejnë, i kam shumë bukur. Ja. Ne bëm ca punë tjera, unë dhe Klodi. Për tau. S'punë kotë, si jena njerëz bosha një. Edhe, po arrova aty të goja si që po bëja tash në video. Edhe tani po ikim të Kormeo. Shohim njerëz situatën në Kormeo, sonte ka verë dhe gështenja, gështenja pjekura në plush. Kështu erdha pak në shtëpi të ri me fëmijën, o zot vdiqja më bllokohet veshi se çfarë problemi kam nuk e di. Të ndroj dhe këtë këmishën se përveç se shisi u bëra si kafshë ndyrë, sikur duhet ndruar, e kupton se kaloj gjithë dita. Kështu. Sa bukur me Viki. Kjo Halloween i Viki është shumë fest idiote. Se kam qef fare.
Po presim anën, Po vënojt, po na e vënon ky Joni. O zot, vetëm ajo mund vënoh tek ty, askush prej nesh. Hajde Joni. O Joni. Bir nonave. Hello. Sorry. Erdi. Zonja dhe zotrinj. Vjedh një rritin, sigurin. Fifi. Me jo një zënda dhe me lejmë. Është pak një zënë të këndoj? Ma për një. Se marova. Me të gjithë zemra. Pas teje. Jo ka U tërbova. Pas teje. Skandal. Ikim. Jo zemra, më dëgjë, e fusim të me lëdojnë, autotune. Kur jo kemi rrugë, sa, që është gjithë dhe jam rregulloj.